Lufta kundër krimit zgjellor duhet të kalojë në një fazë të re me më shumë koordinim institucional, hetime financiare deri tek ndërmjetësit, organizatorët dhe ata që përfitojnë nga deformimi i vullnetit të zgjellësit, si dhe një politikë penale më efektive. Këto ishin qëndrimet kryesore të kreut të SPAK Klodian Braho gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjellore, ku diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjellor. Sugjerimi i parë i SPAK është hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjellor. Kreu i SPAK propozoi që task forca, e cila u aplikua në zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe që sipas tij dha rezultate, duhet të ngrihet të paktën 4 muaj para zgjedhjeve dhe të vijojë edhe pas përfundimit të procesit të numërimit të votave. Një tjetër pikë që kërkon ndërhyrje është politika penale për krimet zgjellore, ku ai kërkoi ashpërsim të dënimeve. Kjo është arsye pse për zgjedhjet e ardhshme fokusi duhet të jetë më i qartë tek gjurmët financiare. Shitblerje e votës, favoret administrative, pagesat kesh, mbështetje logjistike, shërbimet apo përfitimet e tjera nuk duhen parë të shkëputura nga njëra tjetra. Ato duhet të analizohen si pjesë e një zinxhiri që lidh burimin e parave, mënyrën e shpërndarjes të ndërmjetësit, zonën ku shtrohet ndikimi dhe përfituesin politik ose elektoral të skemës. Në komision Braho ngriti edhe shqetësimin e personave që janë të shpallur në kërkim ose që janë të dënuar dhe arrestimi i tyre ende nuk është kryer. Braho tha se për persona të veçantë janë duke menduar një strategji për t'i arrestuar vetë SPAK. Ai nuk holli direkt akuzën ndaj policisë së shtetit, por tha se nuk e di arsyen pse këta persona nuk arrestohen. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendimet të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim. Po mendojmë një reagim të ndryshëm institucional nga SPAK-u për të qenë i aftë të bëj vetë këto veprime të veçanta të natyrës operacionale. Për sa i përket arrestimeve, nuk ka kapacitete operacionale SPAK-u që sot të bëj arrestime të personave në kërkim. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendimet të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim real dhe kemi ngritur vazhdimisht dhe të shqetësim. Nuk mund të themi nëse kjo është me dashje apo është nga pamundësia. Aman, rezultati është i dukshëm. Në raportimin e tij Braho bëri të ditur se gjatë periudhës 2021-2025 SPAK ka administruar 233 materiale që lidhen me krime zgjellore, ndërsa vetëm për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 janë administruar 194 sinjalizime, kallëzime dhe referime për dyshime për krime zgjellore. Në komision pati edhe momente tensioni mes socialistëve dhe demokratëve, ku një moment ulcimania, teksa kërkonte që mbledhja t'i kthejë normalitetit u përplas me deputetin demokrat Vikaso, ndaj të cilit nuk kurseu edhe fjalët fyese. Ti përmbajmë i rendi ditës, a më qepe gojën tani dër. Leken, vëllë gojën, se t'kam gjuhë fort. Lidhur me sistemin e patronazhimit dhe pyetjeve të deputetëve demokrat se përse SPAK nuk e ka hetuar dhe nuk ka arrestuar persona, Braho ju përgjigj se kjo akuzë nuk ka vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin e aq më tepër të jetë kompetencë SPAK. Kemi dërguar në 2025 në tabela, kam lexuar aty komente rrënqetëse që thonin është i smur mendor, është në prag të vdekjes, po e marrin me barel për ta çuar për të votuar. Është me pampers, duhet t'i çojmë për disa votues. Po përmend gjithçka që e kanë bërë zyrtarisht në SPAK. S'ma heq dot fjalën ti mua, nxefu sa duash. Në dispozitat e kodit penal nuk ka një vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin. SPAK-u, siç e thash, ka 2 vepra penale në kompetencë: korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje. Nëse një funksionar ka shpërdoruar detyrën, nëse një person tjetër ka nxjerrë dhëna personale të publikut, qoftë edhe tonët, është një vepër tjetër penale që nuk është në kompetencë të SPAK-ut.